Mjeku me urdhër të prerë. Para se të hani kastraveca, duhet ta lexoni këtë lajm. Kastraveci është një nga perimet më të thjeshta dhe ndër më të vlefshmet për organizmin e njeriut. Ai është i pasur gjithashtu me vitamina minerale, si dhe një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe mirëqenien tuaj të përditshme. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve të tij dhe do të nxjisë gjithashtu para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësoni komplikacionet. Sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni të paktën një kastravec çdo ditë në dietën tuaj. Kastraveci do të ndihmojë në hidratimin më të mirë të trupit. Kastravecet përmbajnë një sasi shumë të lartë të ujit dhe janë një ushqim perfekt, sidomos në ditët e nxehta të verës, kur trupi ka më shumë nevojë për lëngje. Konsumi i tij do të ruajë gjithashtu ekuilibrat në organizëm, ndaj edhe përfshirja e tij në dietën tuaj ditore do të jetë gjithashtu një nga mundësitë më të çmuara që mund t'i ofroni shëndetit tuaj edhe të lehtësoni komplikacionet e një pasnjëshme. Ekspertët e Healthline cilësojnë vazhdimisht konsumin e kastravecit si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për sistemin tuaj tretës. Fibrat, falë përmbajtjes së tyre të elementeve ushqyes që gjenden te kastraveci, funksionojnë normalisht gjithashtu për të përmirësuar funksionin e zorrëve dhe për të lehtësuar edhe problemet e kapsllëkut. Për këtë arsye është një zgjidhje e mirë në një dietë të pasur me perime që të evitoni këto komplikacione dhe të nxjisni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Kastraveci është i dobishëm për të kontrolluar peshën tuaj trupore. Kastraveci ka pak kalori dhe gjithashtu është i pasur me element të mirë të ujit, që mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësojnë komplikacionet. Mund të jetë aleati më i mirë që u duhet personave që duan të mbajnë peshën e tyre nën kontroll. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu një burim të mirë të vitaminave dhe mineraleve shumë të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe konsumi i tij në mënyrë të moderuar në vaktet tuaja ditore do të jetë një element i fuqishëm ushqyes në dobi të vlerave të trupit. Kur konsumohet me gjithë lëkurë, pra i larë dhe i pastruar mirë, kastraveci mund të ofrojë edhe më shumë fibra të dobishme, të cilat mund t'i japin më shumë përfitime edhe të elementeve ushqyes organizmit tuaj. Shtimi i kastravecit në dietat tuaja ditore do të luajë një rol të mirë për shëndetin dhe për zemrën dhe për organizmin. Një dietë e pasur me kastravec lidhet edhe me një mënyrë jetese të ekuilibruar. Përmbajtja e lartë e ujit, fibrave dhe mineraleve që gjenden te kastraveci e bëjnë atë një zgjidhje të mirë dhe të shëndetshme për të gjithë. Kastravecin mund ta konsumoni në formën e sallatës, në kombinim me limonin, në smoothie, në zarzavate të tjera ose si snack i freskët gjatë ditës. Vlerat që do të merrni prej tij do të luajnë një rol të mirë pozitiv në betejën kundër komplikacioneve dhe do të shtojnë gjithashtu përfitimet e mira për shëndetin tuaj. Kastraveci është një nga perimet që mund të sjellë më shumë vlera për shëndetin e përgjithshëm dhe si e tillë mund të konsumohet në forma të ndryshme. Vlerat që do të merrni në fund do të jenë vërtet të larmishme për mbrojtjen e shëndetit. Freskia nuk është i vetmi përfitim që do të merrni nga konsumi i kastravecit. Sipas të dhënave, kastravecet përmbajnë gjithashtu nivele shumë të lartë të fibrave, proteinës, kalciumit si dhe vitaminës A1, B12, B6 dhe vitaminës C dhe D. Një nga përfitimet më të mira unike të tyre është edhe roli i tij që ofron për stabilitetin më të mirë të niveleve të kolesterolit në trup. Kastraveci do të ofrojë gjithashtu një marrëvajtje të mirë për shëndetin dhe imunitetin. Ka aftësi të jashtëzakonshme të ulë edhe presionin e lartë të gjakut. Përpiquni që kastravecin ta keni pjesë përbërëse të dietave tuaja. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë më i plotë dhe më i shëndetshëm, dhe vlerat që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse.
Në këtë video do të mësoni më shumë për kastravecin, për të ulur tensionin e gjakut dhe për të mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e tij. Kastraveci cilësohet si një stabilizues i mirë i tensionit të gjakut, pasi është i dobishëm për mbarvajtjen e tij fal elementeve ushqyes të fibrës dhe elementeve që e mbajnë trupin më të hidratuar. Kështu përfitimet që do të keni do të jenë vërtet të mira dhe të dobishme në shëndetin tuaj. Konsumi i kastravecit mund të sjellë përfitime vërtet të mëdha që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë në dietën tuaj. Dëgjoni disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nëse konsumoni kastravecin e freskët në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore. Do të keni një hidratim më të mirë të trupit nëse konsumoni kastravecin në mënyrë të rregullt. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit që ai e përmban në elementët ushqyes. Uji pastron trupin dhe largon gjithashtu toksinat e dëmshme. Ju merrni 40% të përgjithshëm të nevojshëm të ujit në dietën tuaj përmes pijeve dhe ushqimeve të tjera me përmbajtje të lartë të ujit. Ai është i pasur në 95% të mbajtjes së tij nga uji. Prandaj, kur ju konsumoni një kastravec, jeni duke ngrënë dhe duke pirë në të njëjtën kohë. Shtimi i kastravecit në dietën tuaj ditore ka pak kalori, kështu që mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë konsumin e kastravecit si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar shqetësimet. Ai përmban rreth 15 deri në 17 kalori për një kastravec të vetëm. Veç kësaj është i pasur me element të mirë të fibrave, proteinës, vitaminës C, vitaminës K, manganit, hekurit, zinkut dhe magnezit. Këto luajnë një rol të mirë parandalues kundër dëmeve të shëndetit tuaj. Shtimi i kastravecit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu një hidratim më të mirë të tij dhe do të evitoni komplikacionet e organizmit. Ai do ju ndihmojë gjithashtu të humbisni kilogramët e tepër të cilat mund ta rëndojnë gjithmonë më shumë shëndetin tuaj në tërësi. Kastravecët, për shkak të kalorive të ulta që kanë, mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për personat që duan të humbasin peshën e tepër trupore, duke mbajtur ata të ngopur për më gjatë dhe duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Kastravecët ndihmojnë edhe në një shëndet më të mirë të mukozës së gojës. Nëse mbani të paktën një fet kastravec në gojë për disa sekonda, ju do të largoni të gjitha faktorët që shkaktojnë edhe erën e keqe në gojën tuaj, sidomos edhe pasi mund të keni pësuar një ftohje. Shtimi i kastravecit mund të jetë një stabilizuese shumë e mirë e sheqerit dhe ulëse shumë e mirë e niveleve të stresit në organizëm. Kastravecët përmbajnë disa antioksidantë të rëndësishëm që reduktojnë stresin oksidativ nga ai. Kështu do ju ndihmojnë të qëndroni më të shëndetshëm për më gjatë dhe të evitoni dëshirën për ushqime jo cilësore. Ekspertët e Healthline cilësojnë përfshirjen e kastravecit në vaktet tuaja ditore si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të trupit. Ai do të ndihmojë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokut, thonjve dhe të lëkurës. Kastravecët përmbajnë vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C, manganin, bakrin dhe kaliumin, që janë shumë të rëndësishme për krijimin e një sistemi imunitar më të fortë. Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar më i shëndetshëm marrin vlerat e tij në mënyrë të përgjithshme, atëherë ndikimi do të jetë i drejtë për drejtë në të gjithë organizmin tuaj, duke sjellë gjithashtu edhe përfitimet e duhura të shëndetit. Kastravecët mund të ofrojnë flok të fortë, thonjë të shëndetshëm dhe lëkurë më të pastër. Përveç kësaj, trangujt janë të pasur me silic, i cili është shumë i nevojshëm edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i kastravecave të freskët në vaktet tuaja ditore është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Shtimi i kastravecit në vaktet tuaja do të jetë një mundësi shumë e mirë edhe për sistemin tretës, ndaj përfitoni nga rasti dhe konsumoni atë vazhdimisht në vaktet tuaja ditore ushqyese. Vëmendje:
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësoj, të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.